Japonia propozon unazën hënore, një infrastrukturë që do të pushtoj mediat sociale dhe inovatorët e gjelbërt. Unaza hënore, infrastruktura diellore rreth hënës e projektuar për të kapur energjinë dhe për ta transmetuar atë në tokë, po tërheq vëmendjen e mediave sociale dhe pionierëve të energjisë së pastër. Në ditët e fundit, ideja është rikthyer në plan të parë nxitur nga imazhe dhe diskutime evokuese që evokojnë inxhinierin hapësinore, qëndrueshmërinë dhe energjinë e së ardhmes. Projekti bazohet në një propozim inxhinierik në shkallë të gjerë të zhvilluar në Japoni nga korporata Shimizu, e cila parashikon hënën jo vetëm si një objektiv për eksplorim, por edhe si një infrastrukturë të mundshme energjetike për tokën. Zëra me ndikim në inovacionin global, si Kimberly Washington, një sipërmarrëse dhe figurë kryesore në çështjet që lidhen me hapësirën, teknologjinë dhe energjinë e pastër, po e ringjallin gjithashtu debatin. Po hym në një epokë ku hapësira nuk është më vetëm eksplorim, por po bëhet një infrastrukturë themelore për njerëzimin, shkroi ajo në një postim në LinkedIn. Por çfarë është saktësisht Unaza Luna dhe nga vjen ky vizion që ngjall sërish të diskutime? Çfarë është unaza hënore, si funksionon? Dhe pse është kaq interesante në mediat sociale? Unaza hënore është një koncept inxhinierik në shkallë të gjerë nga korporata Shimizu, e cila parashikon ndërtimin e një brezi me qeliza diellore afërsisht 11.000 kilometra të gjatë përgjatë ekuadorit hënor. Sipas konceptit origjinal, prezantuar në fillim të viteve 2010 dhe të diskutuar gjithashtu brenda NASA-s përmes programit kërkimor Servi, unaza hënore do të përfshinte një brez deri në 400 kilometra të gjerë, gjithashtu të ndërtuar duke përdorur materiale të nxjerra nga toka hënore, të mbuluar me panela diellor dhe të lidhur me stacione transmetimi dhe mikroval dhe lazer. Energjia e pastër e prodhuar do të dërgohej përsëri në tokë, duke përpunuar prodhim të vazhdueshëm të paprekur nga ret dhe kushtet e motit. Qëllimi teorik do të ishte arritja e një kapaciteti transmetimi rreth prej 13.000 teravatësh bazuar në vlerësimet e paraqitura në koncept. Vizioni i guximshëm i korporatës Shimizu është bërë viral në internet, i shoqëruar me imazhe të gjeneruara nga inteligjenca artificiale që përshkruajnë unazën hënore si një unazë hënore me orbit që po i ofrohet përfundimit, një përfaqësim që ndryshon nga koncepti origjinal. Ndër profilet që rifillojnë bisedën është Kimberly Washington, bashkëthemeluese dhe CEO e Deep Space Biology, një kompani që lidh dhënat e biologjisë hapësinore dhe kërkimin toksor për inovacione në shëndetësi dhe teknologji. Në postimin e tij, Washington e interpreton unazën hënore si një simbol të një ndryshimi më të gjerë në të menduarin në rolin e hapësirës, ndërsa është ende një ide konceptuale. Unaza hënore pasqyron diçka më të thellë, po hym në një epokë ku hapësira nuk ka më të bëj vetëm eksplorimin, por po bëhet një infrastrukturë themelore për njerëzimin. Ide të tilla na shtyjnë të rimendojmë marrëdhënien midis teknologjisë hapësinore, infrastrukturës planetare dhe të ardhmes së sistemeve globale të energjisë. Ndërsa unaza hënore nuk është një projekt në vazhdim, kthimi i saj në debatin online pasqyron një trend në rritje, hapësirën si një zgjatim natyror infrastrukturës së tokës. Ajo që duket si një vizion pionier më shumë se një dekadë më parë, tani rezonon me një koncept shumë të ndryshëm, ku programet e eksplorimit hënor përfshin programin Artemis të NASA-s që synojnë. Ndërsa unaza hënore është një projekt në vazhdim, kthimi i saj në debatin online pasqyron një trend në rritje, hapësirën si një zgjatim natyror i infrastrukturës së tokës. Ajo që dukej si një vizion pionier më shumë se një dekadë më parë, tani rezonon me një kontekst shumë të ndryshëm, ku programet e eksplorimit hënor përfshin programin Artemis të NASA-s, synojnë që të ketë një prani qëndrueshme njerëzore në hënë, në hënë, duke hapur rrugën jo vetëm për poste të reja shkencore, por edhe për misione në Mars dhe një përdorim gjithmonë dhe më strategjik të hapësirës për energji, teknologji dhe qëndrueshmëri globale.